marrë parasysh dinamikat globale në cilat gjendemi. Çdo koordinim gjeopolitik i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jetik dhe i domosdoshëm. Do të fakti që ne ftohemi në këtë forum të këtill, sa i përket vendeve në rajon dhe nuk ftohet Serbia, është një vlerësim, edhe Shqipëria ftohet edhe ne, është një vlerësim pozitiv gjeopolitik i shëmbave ende për shqiptarët. Dhe nuk e kemi luksin të zgjedhim partnerët sipas disa fantazive tona ideologjive. Në këtë drejtim tash kjo heshtje e kryeministrit Kurti dhe e kabinetit qeveritar në përgjithësi dhe lëvizjes vendosje mund të interpretohet në dy mënyra, mbase nga konsiderata ideologjike që një të tillë konsiderojnë si një nismë imperialiste, por derisa nuk e kanë thënë, nuk mund t'i akuzoj. Mbi shtatën e tyre ideologjik, kështu mund të vlerësohet. Kur i shoh reagimet e disa prej mediave ndërkombëtare me cilat shihet që ekziston një afinitet më i madh i lëvizjes vendosje me të figurave të rëndësishme ndërkombëtare që i shoh do të kanë qenë kundërshtuese ndaj një nisme të këtij dhe nuk përjashtohet mundësia që mund të jenë edhe këto motive ideologjike nga kjo heshtje dhe nga ky s'po e quaj distancim, po distancim pjesëmarrjet të Kosovës në këto forume në këtë rand rigjo. Po ndëgjoj bre, nuk kanë shkruar presidenti ja marrëveshje me kryetarin e komunës Kuksit, e Dragashit. Kanë shkruar me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se edhe njëta është hipokrit në raport me qëndrimin që kishte mbajtur ndaj kryeministrit Abdullah Hoti kur e kishte bërë një marrëveshje të tillë në shtëpinë e Bardhën, se ai ishte formatit tjetër, marrëveshje shtatore. Ai ishte marrëveshje tjetër, por mirë, po në këtë drejtim ne nuk e kemi luksin të refuzojmë nisma të tilla aty ku prezente janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.